Mirëmbrëma shikues të nderuar. Jeni duke ndjekur emisionin Dialog të Lajmi. Me mua do t'jeni çdo të mërkur në orën 18 gjatë javëve në vijim, derisa siç thoshte njëra nga partitë politike të na vi vera kadera. Aleanca për shqiptarët në vend se një parti e përbashkuar u nda në disa copa. Njërën krah të aleancës e përfaqëson kryetari i njërës aleancës zyrtare, asaj që i ka vullat, doktor Arben Taravari. Doktor, mirë se erdhët në Dialog të Lajmi sërish, sepse edhe edicionin e kaluar e filluam me ju. Faleminderit për ftesën, sever kënaqësi si çdo herë që të jem mysafir në studion tuaj të gazetës Lajmi. Në mbledhjen e fundit të kryesisë së Aleancës për shqiptarët vendosni të jepni dorëheqje jo vetëm ju, por tërë kryesia qendrore. A do të thotë kjo se doktori Arben Taravari mendon ta lërë politikën dhe t'i kthehet mjekësisë? Ndoshta nëse vendosni në peshore shqiptarëve dhe normalisht gjithë qytetarëve, me siguri më shumë do t'u shërbenit si mjek se sa si politikan? Sever, fatmirësisht unë asnjëherë se kam lënë punën e mjekut. Edhe kur isha ministër i shëndetësisë 2017, unë kam vazhduar të punoj si mjek. Këtë e din pacientët, e din edhe kolegët e mi, domethënë ka qenë një ditë në javë që unë kam shku, plus gjatë fundjavës, plus edhe një ditë shtunën kam shku në klinik. 2017 në nëntor u zgjodha kryetar komune, deri 2024 kur u zgjodha përsëri ministër, unë s'jam dalë duke shku në klinik çdo të mërkur, edhe me studentët edhe me pacientët. Gjithashtu gostivar derisa kam qenë kryetar komune, plot raste, plot përditshmërisht pacientë që vinin edhe në komunë për të konsultuar diçka, them kështu rast veç për një konsultim të shkurt, apo mbasdite ju kam shkuar edhe në shtëpi pacient të kontrolloj, të shoh, natyrisht asnjëherë pa asnjë farë kompenzimi. Kështu që fati i mirë i imi është që e kam ndesh shumë profesionin që e kam punuar dhe asnjëherë s'jam largu prej asaj. Tash kishte një iniciativë prej disa antarëve të kryesisë së partisë që normalisht pritshmëria jonë ishte që të rritemi me komuna, po fatkeqësisht rezultatet ishin që ne mbetëm aq komuna sa kishim, edhe para se ty zgjedhje, Aleanca për shqiptarët u ishte me 2 komuna, Gostivarin dhe Vrapçishtin. Ne arritëm bastionet tona t'i mbajmë, bile me rezultat të jashtëzakonshëm. Do të thonë diferencën më të madhe që është bë ndonjëherë në histori të zgjedhjeve, edhe në Gostivarin dhe Vrapçisht janë këto zgjedhje. Kështu që ishte iniciativë e disa antarëve të kryesisë që të rriqemi krejt, si vjetë kemi edhe ashtu kongresin e rregullt, por kemi kuvendin e partisë në 15 shkurt. Domethënë jo këtë diel të dielën e ardhshme, aty duhet ta zgjedhim një kryesi përkohshme të partisë, e cila duhet t'i riorganizon dhe t'i rikuperon degët dhe në shtator ose tetor si të vendosim në kuvend, ta mbajmë kongresin e partisë e aty qofim ta zgjedhim kryesin legjitime të partisë për 4 vitet e ardhshme. Pra, do të vazhdoni t'jeni një ndër mjekët më të mirë në mesin e politikanëve dhe një ndër politikanët më të mirë në mesin e mjekëve, i bie që dorëheqjat mos jetë e parevëkueshme. Pra, një vendim definitiv nuk ka, unë vazhdimisht e kam përsërit se 10 vite jam boll politik, unë aty jam më 8-9 vite, 10 vite gati se, e shohim me analizojmë me bashkëpartiakët, me shokët. Qëllimi im është që kryem figura, Pardje Mbrami isha me një koleg tuin, që tha vërtet mas shumë të figura që keni kryu si parti jeni ju, Aleanca për shqiptarët, edhe këto zgjedhje lokale tregum se edhe me figura tjera fitohen, disa komuna ku pretendojshim të fitojmë edhe i fitum, po edhe disa tjera ku garum dhe bëm gartë mirë edhe në Tearci dhe në Saraj. Kështu që bota unë betet të rive, unë besoj që të kryem një ekip pak më tre, por pa tjetër të ketë edhe kontinuitet. Partia duhet të ketë atë memorit them institucionale të partisë. Kështu që hajde ta shohim si ta organizojmë, si dale më mirë dhe qëllimi im është mbi të gjitha organizata politike të rritet. Edhe të fitohet besueshmëri sa më të madhe që është e mundshme. Kaluam një periudhë vështirë, është e vërtet 2 vite të vështira, unë jam zgjedhur kryetar partie
në 2022 në dhjetor, dhe njerë dolën prej qeverie, një pjesë mbetin qeveri. 2024 kur e formuan Vlenin dhe e sollëm ndryshimin të shqiptarët, që më vonë u zhgënjym edhe ne vetë, dhe 2025 përsëri dolën prej qeverie, përsëri një pjesë e partisë mbetin qeveri, dikush thot Taravari e përçajti partinë, asnjëherë kryetari nuk e përçan partinë. Mund ta përçajnë tjerit të cilët janë të hetshëm për pushtet. Edhe 2023 një pjesë, 2023 po një pjesë mbetëm në qeveri, ne dolëm dhe e sollëm ndryshimin. Edhe 2025 ne dolëm prej qeverie, por një pjesë të bashkëpartiakëve tonë, të cilët ja sonte e shfrytëzoj rastin se prej kretë këtyre aleancave, se mund dalë çdo kush thotë unë jam aleancë, prej kretë këtyre aleancave zgjedhjet janë kur tregojnë se kush peshon, ku është rënja e asaj aleance, e vetmja që ka fituar komuna, 2 komuna me një diferencë të jashtëzakonshme, aleancë e cila ka 40 këshilltar, vetëm BDI-ja ka më shumë 20 këshilltar më shumë se ne jemi partia e dytë me numër të këshilltarëve. Do të analizojmë edhe zgjedhjet lokale. Edhe unë e shfrytëzoj rastin që kretë këtyre t'ju them ktheuni në shtëpi të madhe, në shtëpinë që quhet Aleancë për Shqiptarët, e cila e ka legitimitetin edhe formal edhe de jure edhe de facto në terren, kështu që mendoj se më mirë se në shtëpi vetë nuk do ndjehen kërkuar. Pra, po thoni bota u mbetet të rinjve, por pozicioni i liderit mbetet. Nuk e thash se është definitive, nuk e thash se është definitive. Unë thash këtë periudhë duhet ta analizojmë me bashkëpartiakët si do ishte formula më e mirë për t'u ringrit. Personalisht ju, doktor, si mendoni? Do të thënë, do të kishit pasur dëshirë që pas gjithë asaj që ka ndodhur në politikë, edhe rrugtimit tuaj politik, i cili do të thënë që jo vetëm që nuk ka qenë i lehtë, por ka qenë me ecejakje të cilat shpesh janë keq kuptuar edhe në opinionin publik dhe për cilat ne do të flasim hapur. Ju pyes pra edhe një herë, ju si e ndjeni veten? Do të ishit nëse më pyetni personalisht, pa e heqim politikanën në Arbend Taravari, e heqim prefiksin politikan. Për mua personalisht shumë më komfort ndjehem si mjek. Edhe shumë e shifni këtë periudhë, jo këtë periudhë, këto 6-7 muaj. Thirrni cilin do qoftë politikan që ta thirrni, merren me emrin Arbend Taravari. Çdo kush disi u pengon ky emër. Unë jam i plot vetëdijshëm dhe s'du të jem bar, pesh. Kryetari i partisë duhet të jetë ai që do jetë një aset i partisë. Edhe kur e shoh si luftohen prej sistemit në përgjithësi. Domethënë këtu është edhe VMRO-ja, po edhe partitë e Vlenit. Domethënë nuk e sulmojnë Ali Ahmetin sa e sulmojnë Arbend Taravarin. Mos flas ato të cilët ishin në AK, zotri Thaçi apo zotri Sela. Domethënë ato shifni emisionet prej nëse emisioni është 50 minuta, ato 20 minuta mirën me emrin tim. Unë prandaj duhet them se duhet bisedojmë brenda partisë. Prandaj na duhet deri shtator-tetor një kryesi e përkohshme, se në kongres zgjidhet kryetari i partisë. Unë me dhëndoreke sot duhet të organizohet një kongres shpejt që dhe improvizim. Na duhet një periudhë të reflektojmë të gjithë, të shohim në terren, ta riformatojmë, ta rikuperojmë partinë edhe të vazhdojmë sa më të fuqishëm, pavarësisht si do të jetë udhëheqësia e partisë, por na duhet një udhëheqësi kredibile me njerëz të cilët kanë besim, po populli qytetari mund të ketë besim. Ju vetë thatë dhe jeni plotësisht pra i vetëdijshëm se emri juaj është përfolur këto muajt e fundit në kontekste të ndryshme, shpesh edhe kriminali më i madh në Ballkan. Për politikanët realisht ekziston një stereotip se merren me vepra kriminale dhe realisht kjo në Ballkan nuk e lën asnjë politikan jashtë këtij vrojtimi, jashtë kësaj dioptrie. Dhe mendoj se ju jeni i vetëdijshëm që duhet ballafaqoheni edhe me këto paragjykime apo stereotipe të cilat u jepen njerëzve që merren me politikë. Por është një parim në të drejtën romake, që nga periudha romake, pra që për atë që akuzohet, pra ai që akuzon duhet të ofroj dëshmi.
Në rastin tuaj jeni akuzuar se saltot politike i keni bërë nën presionin e faktit që kompania Gjoka Construction pra e ka shfuqizuar kontratën për parkingun në qendrën klinike. A keni komunikuar, a keni pasur kontakte me këtë kompani? U a them këtë sepse në opinion, si thash, ka shumë spekulime. Një ndër to është se për këtë kontratë ju keni fituar 3 vila në jugun e Shqipërisë, në pjesën elitare të jugut të Shqipërisë, që kushtojnë mbi 1 milion euro, madje fliten shumë se ato vila kushtojnë nga 500.000 euro, që i bie 3 nga 500.000, 1 milion e gjysëm, dhe spekulime të ngjashme. Pastaj spekulime se keni qenë i kërcënuar ju, familja juaj, djali juaj ka qenë në presion. Unë e di, e kuptoj se këto spekulime ndonjëherë nuk është mirë që ti dëgjoni, por në momentin pakëndshme. Po, por në momentin kur hynin politik, duhet ballafaqoheni këta. Gostivari për shembull është qytet shumë kritik. Pse e them kështu? Se çdo kush për qytetin e vet i thot të gjitha fjalët më të mira ose për vendbanimin e vet. Në Gostivar asnjë kryetar komune në historinë e Gostivarit prej 91-shin nuk ka pas 2 mandate të njëpasnjëshme. Qyteti është kritik. Ta jep një mandat, një gabim të vogël edhe ndryshon. Bile as Rufi Osman. As Rufiu nuk arriti ta marrë. Herën e parë mori, fitoi, po ndodhi rasti në Korikut, e pastaj fitoi, po rundi i dytë nuk. Te ne unë e mora me 5700 vota diferencë mandatin e dytë. E Gostivari është qyteti i madh që tash shumë kritik. Gabim vogël që e bën ato të dënojnë. Gostivar njerëzit njohin shumë mirë. Një kompani le dalin Gostivar, unë publikisht tiri, një kompani, tash nuk jam as në pozicion, as se dikush thot të Arbeni Srim pa pozicione, pa pushtet, as në komunë, as në qeveri, as kundi, jam profesor në fakultetin tim, le dalin një kompani në Gostivar, thot të Arben Taravari na ka kërku 1 denar, jo ma shumë, 1 denar, ose ka kushzu, ose ka dërgu njeri që treketon. Për Gjoka Construction, ky ishte film që e bëni kryesisht, jemi sinqert, Izet Mexhiti, me qëllim normalisht për diskreditimin se e kishin kompleks. E them tash pa modesti, vlen e kishin kompleks Arben Taravari. Edhe me anketa, edhe me çdo gjë, 2 fish më shumë se ato. 2 fish më shumë ishin anketat. Çfarë u duheshte atyre? U duheshte diskreditim total. Normal edhe Mickovski ti konvenonte, mos i prishen matematikat, si ta bëjmë 2-3 muaj para kishte mbaru ankanti për këtë garazhën në kat. Unë Gjoka Construction as e njoh, as e di, nuk e keni takuar asnjëherë pronohet. Asnjëherë. Asnjë komunikim. Një komunikim. Shifni, çdo kush kur bën një skandal rrin qeveri për t'i kërkuar mëshirë, shpëton. Unë kam dalë prej qeverie. Një dëshmi, unë kam thënë, shteti ka shërbime, ka polici, ka gjitha instrumentet për të zbulu edhe për të thënë që ku e ke argumentin ti e taku me Gjoka Construction ose ke qeni korruptum për një argument, e kam thënë këtë para 5-6 muaj edhe në mediumet maqedonase. Një argument që Arbeni njerë është taku ose ka komuniku, jo është taku, ka komuniku, unë largohem prej politike edhe du i pari t'jemi dënum këtë shtet se ka tentu të bëhet diçka. Domethënë asnjëherë s'ka pas. Pa populli doktor se keni ndryi asnjëherë. As garantoj me plot përgjegjësi. E them me plot përgjegjësi hiç pa pik rezervë. Po ju pyes pak në mënyrë popullore, por ju e kuptoni nën tekstin e kësaj. Shifni, çdo kush prej nesh kur jem pushtet ke privilegje të caktuara. Udhtim, merr pagesë për atë udhtim, po shkoj prej dikujt të kërkoj ose të marrë diçka. Pjesë e punës. Po, pjesë e privilegje, thash, ekzistojnë do privilegje për rok më të mirë, këto janë fakte të pamohueshme. Vila në Shqipëri, unë jug të Shqipërisë s'kam qenë mund se 7-8 vjet. Domethënë herën e fundit Vlorë kam qenë diku në 2015-16-17, s'kam qenë. Tiranë herën e fundit kam qenë kur u taku me Edi Ramën, diku ka fundi i majit vitit kaluar. Të kisha vila s'paku dhe shkesha pushimin ta bëj atje. A në qoftë se ka dikush se shumë lehtë është e verifikueshme sot. Shumë lehtë është e verifikueshme. Shumë lehtë. Unë e di plot funksionar shqiptar prej Maqedonie që kanë vila atje, që më tregojnë njëri tjetrin e takojnë në vende kështu super luksoze.
Unë kurs kam qenë. Të Gjeri Lazit. Gjeri Lazit e si di emrat tamam si quhen. Njeri që më ka pa atje, ndonjëherë, jo tash, ndonjëherë, edhe para 2 vjeç edhe para 1 vjeç, le dalë le thotë Taravanin e kam pa këtu, tu lëviz se ka shku vilën ta shofe. Absolut s'ka asnjë të vërtetë. Ju thatë që duhet të ofrohen dëshmi. Në media ka qarkulluar kontrata e cila parashikonte shfrytëzimin e parkingut, nëse nuk jam i sakt lirisht më korrigjoni, në periudhë 99 vjeçare me atë që po e përfundoj me atë që shtetit kjo kompani do t'i jep vetëm 1% dhe fitimin do ta mbaj për vetë. Dua ta sqaroj. Po. Çfarë ishte defekti i kontratës? Do të them, fizibiliteti ishte bë para se të vijë unë ministër. Më duket se kohën e Bekim Salit, s'jam i sigurt, aparati, më mazeli për të madhe. Fizibiliteti për garazhat në kate, për qendrën klinike, se kemi bën ne. Se kam bën unë. Ajo parashifte 12 ose 15 vjet. Po ne sollëm vendim qeverie. Domethënë derisa unë isha ministër, se ne shkojmë në koncesion me kusht që ai që investon derisa është këtu qendra klinike. Ju ishim në iniciativat, edhe me kredina e Anglisë, Britanisë Madhe, besoj se për 7-8 vjet do të ketë qendër klinike 3. Çfarë i duhet dikujt garazh aty? Pse ishte edhe interesi i vogël për të paraqitur? Se praktikisht ai që e mirte koncesionin, ky koncesion vlente jo më shumë se derisa është qendra klinike aty. Në qoftë se qendra klinike e re ndërtohet për 5 vjet, ai duhet largohet për 5 vjet. Dhe investon komplet 2 apo 3 garazha në kate, të cilët i ndërton me sinjalizim vertikal e horizontal, dhe 1% prej fitimit e merr ministria, arsyeja pse ne edhe e anullum. Domethënë, simbas ekspertëve që i kam pyetur, më thanë se 2 deri 3% është normal, 1% është e vogël, edhe anullova. As që kam insistu që të kaloj kjo me çdo kush. Po, të jemi të sinqert, një prej premtimeve, jo vetë tona, edhe të VMRO DPMN-s, ka qenë që të zgjidhet problemi i parkimit. Po ja, nuk u bë, as e nënshkruajta, as kam insistu. Do të ne anullova, vetë anullova. E vendosë e anullojmë, përderisa ka reagime, a reagimet sinqerisht, ma shumë prej palës Maqedoni ishte pse kompani shqiptare. Jo pse 1% apo pse... Përmendet Izet Mexhitin, ish bashkëpunëtorin tuaj, me cilin keni ruktuar edhe politikisht bashk në një koalicion. Pse, cili ka qenë motivi? Sepse me që përmendet një emër konkret. Duhet këtë pasur një motiv për ta bërë gjithë këtë orkestrim, si që quani ju, këtë skenar, të quajtur Gjoka Construction. Alianca për Shqiptarët e organizoi kongresin mbas zgjedhjeve të, sa ishte, 7 maj, 8 maj, 2024, edhe organizimin e degëve, faktikisht Zjatini Beti faktikisht me frontin evropian, ne organizum partim, si mbas anketave Alianca për Shqiptarët dallonte. Vetëm Alianca për Shqiptarët ishte më shumë se Krit Vleni bashkë. Lenit. Unë e kam përshtypjen, mund të edhe trejem, u bë obsesion emrim të ato. Mendoj, mund t'jem gabim, edhe me çdo kush duheshte me një farë mënyrë të dëmtohet imazhi. Si mund ta dëmtojsh imazhin? Paratite i korruptu. Edhe unë mendoj se Izet Mexhiti i ka ditë krejt detajet. Bile prej ati burojshin edhe do dezinformata tjera që ishin jo njerëzore, që nuk ishin djalin ja kanë kidnapu, që nuk është e njerëzishme. Të ketë një send të tillë, shteti duhet ta dije, ose shteti ku studion djalim, në Greqi studion djalim, do ta dije shteti grek se nuk është Shqipëri djalim. Kështu që do shpifje tjera të cilët ishin nën bres, ishin të jashtë çdo norme njerëzore dhe etike. Por si do qofë, unë e them, ekziston ajo, çfarë do të bësh ajo do të kthehet. Po, kanë qenë periudhë e bukur,
kur kemi bërë një koalicion dhe kur kemi besu se e sjellim ndryshim. Bashkë me zotin Bilal Kasami, Sami Mezit, Cecilia Ibrahimi dhe Izet Mexhitin. Doktor, ju e përmendet që fakti që një kompani shqiptare për herë të parë ndoshta në historinë pluraliste të Maqedonisë garon vetë dhe fiton një tender relativisht të madh. Mos ka qenë ky motivi që të orkestrohet ky skenar, se ndoshta i hypnin në qafë zotit Mexhiti pak si mund të jetë edhe ajo. Vërejtja e vetme që kam pas për kryeministrit, njerë ka thënë ma mirë të ishte kompani e Maqedonisë se sa e Shqipërisë. Nuk ka thënë as për se është 7 vjet, 8 vjet, 10 vjet, ju thatë 99 vjet, që nuk është e vërtet. Domethënë është kishte spekulime në media. Mund ta sqarojmë edhe mund të verifikohet kjo. Ka vendim qeverie. Kishte spekulime në media, në portalet të ndryshme. Ka vendim qeverie se derisa është qendra klinike aty. Me siguri edhe vërejtja e vetme që ma ka dhënë kryeministri, që ka thënë Arben, ma mirë të ishte një kompani e Maqedonisë se sa një kompani e Shqipërisë. Këtë vërejtja e vetme që ka thënë. Se edhe këto spekulimet për 99 vjeçarin ndoshta janë bërë me qëllim që të dëshmohet se i është dhënë një kompani me kushte shumë të favorshme nga një ministër shqiptar për një kompani nga Shqipëria, kompani shqiptare. Shumë lehtë e verifikueshme. Në mbledhjen e parë ose dytë qeverisë ka vendim që parkingu mund të jepet në koncesione dhe duhet të jepet derisa qendra klinike është këtu në Vodnë. Po. Fakti që kryeministri pra ju ka thënë juve që duhet të jetë nga Maqedonia e Veriut, që është normale, është kryeministër i Maqedonisë së Veriut. Ndoshta juve ju ka shkaktuar një lloj pakënaqësie në kuptimin që një ministër shqiptar kur vendos për një tender, kryeministri kërkon pastaj nuk ka qenë insistus, duhet të jem edhe për këtë. Edhe ka ana tjetër ishte reagimin e opinionit Maqedonas. Reagimi ishte i ashpër dhe i vrasht. Kompani shqiptare e merr, kompani. Edhe unë vendos atash vend që të lejojmë hapësirë që bisedojmë, edhe shqytyr që su bo, imagjino ta kisha nënshkru. Atëherë dhe kisha 7 vila në Shqipëri. Kështu që s'ka lidhje, domethënë. Paramendoni ta kisha nënshkru, se mundesha ta nënshkruj si ministër. Mundesha ta nënshkruj. Unë për shkak më shumë kësaj të hyrave në ministri, tash kjo zbohet. E lejmë këtu. E pash se edhe kryeministri ka një farë droje, tash zbohet kjo punë edhe e la. Zoti Taravari thatë që nuk keni 3 vila, por pasuri keni. Sa i pasur jeni? Sa pasuri keni deklaruar kur jeni zgjedhur kryetar komune dhe ministër? Kreti kam të deklaruar. Domethënë 2017 kur kam hyrë politik, e kam pas shtëpinë e babës, i cili ka qenë në emër të atij, 2021 ka ndru jetë, edhe nana i transferoi te unë edhe te motra. Shtëpinë e babës. U andau për gjysmë? Po. Një pjesë për gjysmë, një pjesë motrës, janë 2 shtëpi përballë njëra tjetrës, njëra motrës, njëra te unë. Jo tipike. Një për shqiptarët, po, nëna im ka pasuri edhe në Tetov, aty kemi ndajt me motrën gjys. Që kështu që një banesë kisha në Shkup. Jo, kjo është për të përshëndetur se trashëgimia duhet ndahet në mënyrë proporcionale edhe për femrat edhe për djemt. Tjetër veturën që kam pas para se ty politik, kjo është pasuria që e posedoj. Mbas asaj e kam bler shtëpinë në Taftaligje, edhe kjo është pasuria komplet që e posedoj. Për shtëpinë në Taftaligje, në një lagje me cila mund të konsiderohet si një ndër më të mirat në Shkup, është afër Nerezit. Pra i bie një lagje e cila, siç thash, ka shtëpi të bukura, ndoshta kanë edhe zyrtar tjerë, por nuk u përmendim emrat për shkak se ata nuk janë këtu. A keni arritur ta paguani kredin për shtëpinë e bler, në këtë lagje, nga familja e deputetit të BDI-s Ismail Jahoski, i cili dihet se vjen nga komuna e Plasnicës, djali i tij është kryetar komune,
që është pronari i kompanisë, është vllau i atij. Vllau i ti, pronar i kompanisë Pucko Petrol. Ju shtëpinë, zoti Taravari, keni bler 150.000 euro. Po. 150.000 euro 2021. Me plot mangësi edhe defekte, mbas asaj edhe kemi investu ekstra me fasatëre, me investime brenda shtëpisë, me plot defekte, po si do qoftë. Atë që kemi ble, kreditin ende s'kam arrit ta paguaj. Një kat i shtëpisë dikush thot milion, një kat i shtëpisë është 80 metra katror, sa për informat. Edhe obori është 2-3 metre anësh edhe para kaq. Sot nëse do ta shitni. Unë zbesoj se do t'ja kërkoni 500.000. Ja, mbi 400.000 nuk shkon. 500.000 nëse gjeni mishteri sjellni ta shesni një herë. 500.000 nëse gjeni mishteri. Nëse gjeni sjellni me një herë shes. Jeni vërë pak biznesmen, zoti Taravari. Po jo, flasu se 150.000 e keni bler, e shitni 400.000, do më thonë 250.000 dëshironi dëllni... Çmimet, edhe kam investu. Sigurisht, po. Fasatre, ato që e din si ka tjenë shtëpia para, edhe si është I qëndroj linjës spekulimeve të opinionit për të qartësuar për opinionin publik. Keni ndërhyrë të kryeministri për lirimin e Asmir Jahoskit, djalit Ismail Jahoskit? Asnjëherë me kryeministrin. Para Burgos, se ai nuk u Burgos. Unë se di, a është para Burgos mbasi dolëm prej qeveria, se 15 maj dolëm prej qeveria. Unë mendoj se është mbas asaj. Sipas të dhënave, derisa keni qenë në qeveri. Asnjëherë s'kemi komunikuar. Kryesori është me kryeministrin? Asnjëherë s'kemi komunikuar me kryeministrin për Asmir Jahovski ose për ndonjë prej familjes atij. Asnjëherë kur. Zoti Taravari, si u shkon muhabeti me Ali Ahmetin? Tash për tash korekte. Ne edhe gjatë fushatës unë mendoj se kemi pas ata afrim që e kishin partitë politike në frontin evropian, ne kemi mbajt një farë bashkëpunimi korrekt, fushatën e kemi përbashkët. Ata na kanë ndihmuar ku kanë mund, edhe ku kemi pas ne kandidat, edhe ne ju kemi ndihmuar atje ku kemi mund të ndihmojmë, ku kemi pas potencial për ndihmu. Rezultatet në përgjithësi nuk janë të këqija, do t'i analizojmë edhe rezultatet edhe komunat konkrete. Domethënë me një fjalë, raporte korekte. Raporte korekte. Para se të vazhdojmë me intervistën, ja se çfarë ka deklaruar zoti Taravari në këtë studio fiks para një viti. Regjia, deklarata numër 1. BDI-a mundohet që 2 vitet e fundit t'i paraqesë si qeverisje atyre 22 vjeçare. Mos harroni, unë përsëri po e them, 1 kilometër asfalt prej Kumanove deri në Struk, 22 vjet. Mos e bën një parti që sot del tot i gjetëm shqiptarët pa asgjë dhe e lam me kryeministër shqiptar. Abe 1 kilometër asfalt letëm të regojmë, përveç Vllat Shkup 2 kilometra i bën. Asgjë tjetër, një spital të regojmë. Një spital që e kam bërë Maqedonin Perëndimore. Flas për Kërçovën, që e kam marrë si prioritet Kërçovën, dunë qytetin Ali Ahmetit, ta nisim spitalin e parë ta përfundojmë në mandatin tonë. Po një shkollë le ta tregojmë. Një shkollë që e kam bërë në Maqedonin Perëndimore. Tuin e nisëm, e përfundum, ka shkolla fantome, që është regjistruar sikur ekziston, a shkolla nuk ekziston. Unë pajtohem plotësisht me këtë që e kam thënë. Prandaj edhe BDI-a mbas 22 vitesh duhet të shkojë në opozit. Prandaj ne si Aleancë për Shqiptarët në 2024 në janar dolëm prej qeverie dhe Lenin e bëm vlen. Dhe e sollëm ndryshimin. E sollëm ndryshimin me shpresë se nuk do jemi kështu. Dhe pastaj thatë që vleni zvlen. Po, thash vleni është zhgënjim, fatkeqësisht. Ashtu si është të shku puna, kështu si është. Një pjesë edhe ne derisa kemi qenë qeveri, po jo kaq si është tash. Sa do kudo unë mendoj se unë edhe Izet Mexhiti pak kemi rezistuar qeveri si ministr. Tash si është, mua më vjen keq për shqiptarët, se për veten e qoftë se shoh, unë jam profesor universitar, jam një mjek, nesër edhe dal punoj privat në një ordinancë, tu them, a ju duhet një neurolog, flas për shqiptarët. Situata shkoni në çdo institucion, ku do qoftë që doni.
çdo institucion shtetëror ku janë të punësuar shqiptarët, 90% të punësuarve do t'ju thonë se jemi ma keq. Jo se në kohën para 2 vitesh, 3 vitesh, para 10 vitesh, para 15 Kush ishte lidhja që u afroi me Ali Ahmetin? Ishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama? Jo, as pak. Shifni, takimin e parë, unë e kam thënë publikisht, por nuk jem shefi. Takimin e parë që e ka bë pa dijen time ka qenë ministri i tashëm i shëndetësisë Azir Aliu, që është taku me Ali Ahmetin. Ja Azir Aliu është takuar me Ali Ahmetin. Është taku se vllau i Azir Aliut është shok me Ali Ahmetin edhe janë taku. Ky ka qenë komunikimi i parë. I dytë ka qenë Bashkim Bakiu, bashkëtari ju, i cili ka komunikuar me qytetar nga komuna ku vin. Arben si është ish deputeti Arben Ziberin, që kam pas komunikim që deputetin e BDI-s nga familja Zyberi. Këto janë komunikimet, s'ka lidhje as Edi Rama, as kërkush tjetër, mos i komplikojmë punët. Ato të dy let dalin, let ta demantojnë se nuk është kështu si jetë. Cili ka qenë motivi i tyre? Kanë dashur ata që të bëjnë koalicion me BDI? Unë kam pas presion të jashtëzakonshëm, sidomos prej Azir Aliut, nëpërmjet deputetit ton Ali Snopshi, se nuk duhet të rrim këtu, se këto na diskriminojnë, ne jemi më të fuqishëm si parti, kjo ndarja e drejtorive, ministrive. Mendoj, s'du ty ma shumë detaje, presionet jashtëzakonshme prej antarësisë që nuk lishin rahat. Ju keni qenë shok me Azir Aliun? Alili ka qenë, po edhe unë së në them se kemi komunikuar edhe. Po se kam pas afërsin që e kam pas për shembull me Arben Fetajin. Arben Fetajin e kam pas tamam shok. Plot kuptim fjalës. Po, tamam shok në politik derisa ndodh kriza. Unë mendoj se unë i kam besu ati, e kam thënë edhe publikisht, email-at kur ja jep dikujt, edhe rrjetet sociale të timbajet, domethënë është njëri prej që i ke besim të jashtëzakonshëm. Se dhe ndodhe kështu, asë njërës ma ka marrë mendje. Po, por besoj që ai ka qenë korrekt dhe i ka kthyer. S'ka pas keq përdorime, s'ka pas... Jo web faqet. Faqet jo, flas po. Jo, keq përdorime s'ka pas. Rrjetet faqet. Asë njërës s'ka pas keq përdorime, asë njërë. Ju keni shkuar edhe më larg, zoti Taravarit, duke akuzuar se ka pasur sulme të orkestruara ndaj Vlenit, deklarata numër 2. Pasi i dëgjova këto lajme spektakulare që bëhen prej qendrave të caktuara, të cilët them gjithnjë më shumë mendoj se qendrat e caktuara në Kosovë, në Maqedoni dhe në Serbi janë shumë të afërta dhe janë komplet të koordinuara në aksione të caktuara politike, si një maqinerie jashtëzakonshme propagandistike. Them kjo është shkollë e vjetër jugoslave që dal nga dal mendoj se është duke shkuar. Por funksionojnë dhe mundohen që të kryojnë një farë bindjet e njerëzit se jashtë shqiptarët më këtu s'kan as flamur, as gjuhë, institucionet shprazin prej shqiptarëve. Rastet e rrehjeve dhe vrasjeve misterioze që ndodhin në atë periudhë, unë se di si i përbinte zoti Ahmeti dhe me çfarë fytyre sot del edhe thot se shqiptarët janë të diskriminuar. O zotni, kretë këto punë shumë më të këqija ka ndodhur në periudhën 2008-2016 se sa tash, dhe mos i haro këto punë, kur dalish të flasish, njerë mendohet se ja, nuk është Vleni në qeveri. Hyni ju. Çfarë fuqie tjetër, si do ta kushtzoni ju? Si unë më shumë mbështetem në raportet korrekte që i kemi me zotin Mickovskin. Pra, ju keni qenë njeriu i parë i Vlenit, i cili e ka pritur Mickovskin në zyrat e Vlenit personalisht. Ka qenë njeriu i parë, po jemi koordinues dhe kur duhesh të kush dhe ta presë Mickovskin, krejt shifshin nga une. Edhe unë kam thënë rregull, nëse mendoni se unë duhet ta pres, isha kandidat për president atëherë. Kjo është ndërmjet 2 rundeve. Po. Edhe kam prit, jo se unë kam qeni koordinum, bile unë s'kam pas komunikim me Mickovskin, këto kryetarët tjerë të Vlenit nuk e di. Po ndërmjet 2 rundeve kemi pas një takim me Mickovskin, 4 kryetarët e partive të Vlenit me Mickovskin. Para asaj unë s'kam pas as një farë komunikimi me Mickovskin. Mund tjetë në opinion Dërisha, po shtypja se ju me Mickovskin jeni... Jo, kemi pas... Shifni, kur ishte sekretari, them kështu pa rezerv, 2017 ka qenë sekretar partije. Ndërmjet 2 rundeve ka erë në Gostivari dhe ka shku në Struk për të na ndihmu, si sekretari partijës vëmëndë. Në zgjedhjet lokale.
Edhe prej atër ne kemi disa herë kemi pi kafe bashkë me Mickovskën, domethënë duke qenë ai në opozit. Por mbasi hyrëm në qeveri në vitin 2023 me Mickovskën 1 vjet unë as pak, vetëm natën e zgjedhjeve 25-4 prill kur ishte rundi i parë i zgjedhjeve, ai më shparaqit në telefon se ke bërë rezultat mirë për 83.000 votat që i morëm. Aty kemi biseduar me Mickovskën mbas 1 vjeç. Para asaj asnjë farë komunikim. Po, ju jeni deklaruar pra se me kryeministrin keni pasur raporte të ndërsjella për ta bërë shtetin. U dëshmua se bashkëqeverisja pra nuk varet nga korektësia ose vullneti personal i kujt. Pajtohem plotësisht. Nuk jeni bërë pishman që jeni larguar nga koalicioni Bile jam shumë krenar që u largova me kohë. Koha do ta dëshmoj, kam pas drejt apo s'kam pas drejt. Unë për vete flas si individ, po edhe si kryetar partie, këtë nënçmim që i ndodh Vlenit, që u abon Mickovskë dhe gjatë fushatës, personalisht s'mund ta përbis, s'mund ta t'i kaloj vetveten, s'mund ta duroj. Ose më mirë tërhiqem prej politike, të vije dikush kryetar partie dhe duroje kështu nënçmime dhe nënshtrime. Unë për vete them, si individ s'mund ta duroj. Ne kemi pas bashkëpunim me VMRO-n 2017-2021 në Gostivar për zgjedhjet lokale. Po kur si kam lënë që të më kushtëzojnë ose të më vendosin kushtet caktuara. Thjesht kanë qenë aty në pushtet, çfarë sa u kata ku kanë marrë, ju kemi ndajt pushtet, po asgjë më shumë se ajo dhe asnjëherë kushtësim. Gjatë periudhës prej kur nuk jeni në Vlen, çfarë ju ka goditur më shumë? Ka diçka që ju ka shqetësuar, ju ka mërzitur, ju ka zhgënjyer mbase nga miqt, shokët tuaj? Normale shumë përmenda Besetaj, Nazir Aliun e Bashkim Bakiun e disa që i kam konsideruar shok me të cilët çdo përditshmërisht kam qenë bashkë. E normale ajo nuk përjetohet kush do qoftë që thotë s'kam gale është gënjeshtër. Pra ju kanë zhgënjyer? Jo se më kanë zhgënjyer, jam ndjejt keq se unë kam menduar se ato janë njerëz me vlera, kam investuar te ato për të formuar një parti, për ta rritë dhe për ta zhvilluar një organizatë politike. Me një moment shoku i mirë njerë duhet të thotë nuk e bëjmë këtë veprim, se unë jo se isha i kushtëzuar ose kisha ndonjë problem. Megjithatë, zoti Taravari në politik vlen parimi që nuk ka miqësi të përhershme, por interesat të përhershme. Unë them me disa prej atyre njerëzve ky bashkëpunim ishte jashtë asaj që thuhet shoqëri. Domethënë na ka bashkuar edhe një ideal, zhvillimi i partisë prej fillimi, bashkëpunimi. Tash nuk më besohet se këto njerëz mund të bëjnë. Imagjinoni kur ma kanë bërë ashtu. Imagjinoni çfarë mund t'i bëjnë ato Vlenit, ose çfarë mund t'i bëjnë Mickovskit, me ura shansi. Kur me jo që i kanë bërë bashk kemi bërë çdo gjë bashk. Kur me janë sjell ashtu, që u kam dhënë hapësirë maksimalisht, jam mundu së me shokët, se vota din si jam, ti për të marrë një pozicion, për të qenë ministër, duhet dikush të të përkrahë, të të sjellë një sasi të votave. Edhe të thotë tash e ke meritu populli nëpërmjet deputetëve zgjedh ministër. Ja ku ishin zgjedhjet lokale. Nuk doli Aziri Jupi 2-1 Gostivar, Azir Aliu. Arben Fetaj Jupi 2-1 në Likov. Bashkim Bakiu fitoi me kandidatin e Shembull e martash, me kandidatin e Izetit. Ne bastionet ku i mbledhin votat kryesisht, Likov, Gostivar, Vrapçisht, diferenca është jashtëzakonshme. A mendoni se koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim funksionoi si duhet në zgjedhjet lokale, sepse mendimi im është zoti Taravari po i jap vetes një lloj lirie, edhe pse në intervista nuk është se unë duhet të shpreh opinionin tim, por e shfaq atë që e mendoj. Pra se ky koalicion nuk funksionoi tërësisht pasi elektorati i BDI-s nuk arriti të identifikohet me kandidatët e Aleancës për shqiptarët, sidomos në Saraj dhe në komunën e Të Arçës, pasi ky elektorat vështirë voton
kandidatët që janë vazhdimsi politike e PDSH-s, sepse duhet të thënë hapur që Aleanca për Shqiptarët është degëzim i Partisë Demokratike Shqiptare. Unë e kam thënë edhe në emisione tjera, unë mendoj se në numër sasit votave për këshilltar ne bëm diferencë. Tash nuk është shumë e madhe, po është 23.000 vota, nuk është diferencë e vogël. Pa asnjë ministër, pa asnjë zavendësministër, pa asnjë drejtor. Se BDI-ja mos harroni zgjedhjet e kaluara shkoi me kryeministër, 9 ministra dhe pse di 6-7 zavendësministra dhe mja 300 drejtor. Tash shkoi herën e parë pa asgjë, pa asnjë farë pushteti, po vazhdoj të mendoj se në disa komuna ne gabuam me kandidaturat. Pse në Gostivar BDI-ja votoi komplet antarësia komplet. Një pjesë ka sabotuar edhe prej Aleancës edhe prej BDI-s, po rezultati u arrit. Pse antarësia jonë në Likov Erkan Arifin e votoi pa problem. Unë ju garantoj në Araçin ishte një kandidat ish kryetari komunës, ai fitonte i pavarur, jo prej partive. Zgjedhjet lokale, kandidatin për kryetar komune dhe kryetarin e ardhshëm e shohin si person, jo vetëm si parti. E përmendet bojkotin, zoti Taravari. Zoti Ahmeti, siç e ka zakon, nuk i çon fjalët deri në fund, pra nuk i thot mendimet deri në fund, dhe këtë ka strategji politike, por foli për një lloj bojkoti në Gostivar dhe në Vrapçisht. Ju ka bojkotuar Zjadin Sela në këto dy komuna? Dëgjoni, Zjadin Sela në Vrapçisht, domethënë rundin e parë ishte bashkë me Aleancën Kombëtare për Integrim. Ishte pjesë bashkë në AKI. Në rundin e dytë Zjadin Sela në zgjedhjet e përsëritura, të them, në Vrapçisht nxori kandidatin e vet. Flasim për cenzusin, për zgjedhjet e para. Jo, s'ka pas bojkot. Prej ora 4 dikundi ne i kishim porosit që i shpërndante Vleni në grupet e veta. Prej ora 4 mbas dite, vendosën Gostivar e panë se numrat mund mos shkojnë edhe e ndalën dalshmërinë, do të mos dalin, por prej ora 4. A në Vrapçisht një javë para ne e dishim se nuk do dalin të votojnë për kandidatin e vet, do të sabotojnë, që është mënyrë më jo demokratike. Domethënë, po, nxjerrë kandidat, dil për kraje. Çfarë se e bën edhe 2 muaj ju nuk keni bojkotuar në Strug, Diber, Araçi, mund të ketë, sepse Aleanca e Zjadin Selës nuk fitoi asnjë. Dëgjoni, kryetar komunë. Mund të ketë individ caktuar. Flas për si parti absolut. Strukturim politik. Urdhri partia ka qenë votohet kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim. Kur e keni takuar Ali Ahmetin për herë të fundit? Keni folur për shtetin unitar? Për me Ali Ahmetin, jo, me zotri Ali Ahmetin në fundit jam takuar 11 janar. 11 janar ka qenë për shtetin unitar, për unitarizmin, për unitetin shtetëror. Besoj se këto 2-3 ditë, besoj se realizojmë një takim. Jo, ato janë qëndrimet të BDI-s, nuk janë të Aleancës Kombëtare për Integrim, ato janë qëndrimet të partisë, të cilën e udhëheq zotri Ali Ahmeti. Po, janë qëndrimet të BDI-s, zoti Taravari, por megjithatë ju jeni në koalicion. Unë du ta sqaroj, koalicioni ishte për zgjedhjet lokale. Aleanca Kombëtare për Integrim, BDI-ja dhe Aleanca për Shqiptarët. A duhet vazhdo, ne përsëri jemi 2 parti. Sigurisht. Nuk jemi një parti. A duhet vazhdojë bashkëpunimi? Unë mendoj se duhet vazhdojë bashkëpunimi, por qëndrimet BDI-ja duhet të ketë qëndrimet e veta, i ka deputetët e vet. Ne kemi kemi deputetët tonë, ne kemi qëndrimet tona si Aleancë për Shqiptarët. A do bashkëpunojmë? Unë jam i interesuar derisa të fillojnë negociatat me Bashkimin Evropian. Jo vetëm Aleanca për Shqiptarët e BDI-ja. Ku fati edhe dikush prej Vlenit të kujtohet, të zgjohet edhe të del prej pushtetit, se dikush nga Vleni apo edhe i tër Vleni? Edhe i tër Vleni dhe ishte ideale. Edhe tër Vleni dhe ishte ideale. Komplet shqiptarët shifni, para zgjedhjeve të vitit 2024, prezidenciale dhe parlamentare, kishim një dokument që e nënshkruajtëm të gjithë partitë politike shqiptare. BDI, Aleanca, Besa, LD, Alternativë. E keni kopjen atij dokumenti? Atë dokumente ka zotri Afrim Gashi. Vetëm Afrim Gashi? Afrim Gashi mble në shkrimet prej kryetarëve i ka mbledh Azir Aliu. Azir Aliu i ka mbledh? Po. Edhe të unë ka edhe të Aliu, edhe të Bilali, edhe të Izeti, edhe të Afrim Gashi, se një dokument jo zyrtar, që qeverinë e ardhshme zotojmë të gjithë se integrimi në Bashkimin Evropian do të jetë pikë prioritare dhe kushti domosdoshëm.
I bie që edhe zoti Azir Aliu mund ta ketë kopjen e këtij dokumenti. Unë me sa e di, dokument të fundin e ka nënshkruar Afrim Gashi, atëherë kryetari alternativ, me sa e di, më zeni për fjale, po në qoftë se e pyetni Azir Aliun do t'ju pohoj se kemi nënshkruar të gjithë. Ja, publikisht do ta ftojmë zotin Azir Patjetër, Aliu që ta shpjegoj se ku gjendet ku është tretur dokumenti. Mandej kemi për këtë dokument ndryshimet kushtetuese, për kushtimin e ndryshimeve kushtetuese dhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Për këtë kemi pas përkraje realisht edhe prej faktorit ndërkombëtar. Nuk kanë qenë që ato kanë insistu, po kanë përkrahë një kusht të këtill për partive politike shqiptare kushdo qoftë të jetë në qeverinë e ardhshme, dhe jo rastësisht ne kur jemi ul me VMRO DPMN, ato kur na dërguan tekstin për marrëveshjen, ishte zhvillimi ekonomik, lufta kundër krimit, korrupsionit, integrimi evropian. Jo, e treta ishte decentralizimi fiskal dhe e katërta EU integrimet. Unë kam kërkuar që dokumenti të bëhet e kundërta. E para të jetë euro integrimet, pastaj poshtë si doni kombinuani tjera, s'ka asnjë problemi. Dhe pastaj u korrigju dokumenti, pyetni edhe këto kryetarët që kanë mbet në Vlenë, se kështu ka qenë. Edhe përpilum ashtu si ishim marrë vesh, e para të jetë EU-ja, dhe kishim një farë premtimi, nuk ishte garance prej zotrit Mickovskit, se për 6 muaj deri vitin e ri, se 23 qershor u zgjat qeveria, deri fund vitit ne do të gjejmë një farë zgjidhje me Bullgarinë, dhe publikisht kemi dalë unë, Izeti, Afrimi, Bilalli, kemi thënë se për 6 muaj kjo punë kryhet. Ja u bon 18 muaj, kjo punë është askund. As për tu kryer. As që bisedohet me ajo duket. Angel Aleanca për shqiptarët në idenë apo konceptin për formimin apo ndryshimin e shtet ndërtimit si shtet dykombësh apo binacional? Unë mendoj se ne duhet të thirremi me një marrëveshje 3. Këtë duhet ta bëjmë në qoftë se mundemi sa më shumë parti politike shqiptare. Ne besoj si Aleancë për Shqiptarë së shpejti do të dalim, se marrëveshja e Ohrit duhet të 2004 apo 2006 të kryhet, dhe një prej shtyllave kryesore të marrëveshjes së Ohrit ishte decentralizmi fiskal. Çfarë kemi? Asgjë. Prej atëherë deri tash ne duhet të kërkojmë decentralizim fiskal të komunave dhe të kërkojmë një marrëveshje 3 mes Maqedonas dhe shqiptarëve, të cilët janë 90% të numrit të përditshëm të qytetarëve që jetojnë në Maqedoni. Pa një kohezion brendshëm të mirëfillt mes këtyre dy komuniteteve, asnjëherë nuk do të ketë stabilitet mirëfillt në këtë shtet. Thoni që duhet të ketë marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase, e cila do të garantoj decentralizimin funksional, mbi të gjitha, por nuk do ta ndryshoj karakterin unitar të shtetit. Edhe decentralizimin fiskal. Atë thash, decentralizimin funksional në pikpamje fiskale, rritje e shifrës tatimit që e marrin komunat, sepse ju keni qenë kryetar komune dhe dini është diku 4.5 deri në 5%. Ishte 3.5, u bë 4, se di tash është 4.5%. Diku rreth 5%, që është shumë pak. Kryetari komunës është si kryetari bashkësisë lokale në kohën e Jugosllavisë. Domethënë investime kapitale në Gostivar, shembull, Gostivar ka 2 deri 3 milionë euro në vit, që është skandaloze. Zjadin Selja ka thënë se ju keni kërkuar në takime jo formale brenda partijake që Aleancës të hiqet për pashtesa shqiptare. Asnjëherë, po aqu banalizu kjo punë e vulave andej këndej. Unë mendoj se në kongresin e ardhshëm duhet seriozisht ta mendojmë brenda partisë për ribrandimin e partisë. Asnjëherë s'kam kërkuar të tërhiqet, po se mendoj tash seriozisht dhe duhet ta bisedojmë edhe në kuvend që të ribrandohemi, mos jetë më e këtij aty. Të kemi një ribrandim komplet, ato të tjerë që si duan le ta mbajnë, ne të kemi një ribrandim me gjitha gjërat partia na takon neve, po se na duhet një pamje 3 që të dallojmë prej. Ribrandimja nuk kupton edhe ndryshimin se jo ta mendojmë edhe ndryshimin e emrit, Aleancë Kombëtare për Shqiptarët shembull, ose Aleanca Kombëtare, ose e mendojmë. Do të reagoj BDI-ja pastaj se ato ishin promotorët e Aleancës Kombëtare për integrim. Jo, për integrim. Shembull e marr, ose Aleanca Shqiptare vetëm, pa për shqiptare. Aleanca Shqiptare. Eventualisht duhet ta mendojmë kështu brenda organeve partijake dhe të vazhdojmë.
do të kërkoni zgjedhje parakoshme së bashku me BD-n, sepse ndryshime kushtetuese, siç po e shohim, nuk ka, nuk do të ketë, deri kur nuk e dim. Me gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar që flasim, të gjithë janë të zhgënjur. Realisht se nuk shohin në perspektiv, flas për të ardhmen e afërt dhe të mesëm, këtë vit zbesoj se mund të ketë ndryshime kushtetuese, edhe pse edhe Bullgaria i ka tash zgjedhjet nga mesi apo fundi i prillit. Unë me sa e shoh, vëmëroja në qoftë se nuk planifikon t'i bën ndryshimet kushtetuese, atëherë nuk ka pse të shkojnë zgjedhje. Në qoftë se planifikon, dalin diçka presione ose ndjen se ka nevojë për të bërë ndryshime kushtetuese, atëherë normalisht pres që tetor, nëntor edhe mund shkojë ose në dhjetor ose në janar vitit të ardhshëm të organizohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Normalisht ne si parti opozitare çdo herë do të tentojmë dhe do të kërkojmë që të ketë zgjedhjet parakoshme parlamentare. Zoti Taravari, në minutat e fundit do të ndjekim disa fotografi. Njëra prej tyre është pra që ju keni qenë mjek. Mund ta komentoni këtë dhe njëkohësisht të bëjmë një pyetje rreth asaj se çfarë keni realizuar gjatë periudhës 10 mujore sa keni qenë ministri i shëndetësisë dhe çfarë është bërë më pas? Kjo qeveri është 18 muaj, 18-19 muaj. Unë shëndetësi do t'i përmendi se dikush thot asgjë s'bërin shëndetësi Taravari. Unë do t'i përmendi 5 gjëra që kanë qenë kështu science fiction, misioni pamundshëm më para. Për shembull, lista pozitive 9 ilaçeve. 15 vjet nuk kishte listë pozitive. Për 2 muaj, 3 muaj u bë 9 ilaçe të reja pa pare që i marrin qytetarët. Mbas 15 vitesh. Marrëveshja kolektive, rritja e rrogave të mjekëve dhe motrave. Mbas 10 viteve insistim të sindikatës, e arritëm marrëveshjen kolektive. Mbas 10 vitesh e përmendi. Kapitacioni për mjekët, amë dhe stomatologët, 35% rritje, kur në histori s'ka ndodhur. Domethënë rritja e rrogave dhe argjimeve të mjekëve anë dhe stomatologëve. 4. Specializantët privat, 10 vite ishte problem specializantët privat. Ne i zgjodhëm 300 i punësum, tash duhet t'i punësojnë se ne dolëm prej qeverie. Dhe 1200 punësuarve që duhet t'u jepen vendime, fatkeqësisht unë nuk arrita të bëj, po prapës janë duke e bërë. Që tash jemi më shkurt, bëhen 2 vite edhe pak. Do me thënë, let përmendet një arritur e kësaj qeverie mbasi ekipi jonë jemi larguar për Ministrisë Shëndetësisë. Do me thënë, janë 4-5 gjëra të cilat kanë qenë kapitale. 10-15 vite është tentuar dhe nuk kanë arrit ta bëjnë. Ne kishim planifikuar edhe disa fotografi tjera, por për shkak të kohës ne mund t'i komentojmë shkurtimisht. Njëra prej tyre është ajo ku shfaqeni me zotin Zjadin Sela, normalisht keni shumë fotografi të tilla. A jeni prekur nga deklarata e tij në një televizion të Kosovës ku ai thotë se ju në familje flisni turqisht? Ju e keni shpjeguar faktin që emrat tuaj, të fëmijëve tuaj janë emra shqiptar, por a keni folur? Ju e dini turqishtën dhe nuk është i varur shumë njerëz se njohin turqishtën, por në shtëpinë tuaj ju komunikoni në shqip? Mu vjen keq se Zjadini më njeh prej kur është formuar LRPDSH. Prej 2014. Prej fillimit, ai nëse ka nisur 2-3 muaj mbas atij jam bashkëkandidat aty. Unë me një njeri që kam bashkëpunuar 7-8 vjet. A me Zjadinin kemi bashkëpunuar 7-8 vjet, s'mund të them as privatisht as publikisht një fjalë të rëndë. Si i bie se unë vetë idiot jam, edhe kam ditë aty, tu e ditë se është njeriu shumë i keq, tradhtar, spiun, turkfolës. Unë s'mund të them asgjë për Zjadinin. Mund të them se ishin 7-8 vjet të një bashkëpunimi korrekt. As jam imponu me zor, as më ka marrë me zor. Ato ishin vite që e ndërtum një subjekt serios politik, me një moment ai mendonte se duhet vazhdoj me zotri Ahmetin, në atë qeveri unë mendojsha se duhet ta sjellim ndryshimin. E s'mundeshte organikisht ta pranon Izetin Bilalin dhe Adnan Azizin e Afrim Gashin, e sot ai në vrapçisht Adnan Azizi dhe Bilal Kasami japin fushatën.
pavarësisht, unë s'tem asgjë të keqe, unë i mbaj ato 7-8 vjet mira të bashkëpunimit në mend, dhe kjo mbetet memorien time, kretë këto gjëra që i ka thënë pas asaj nuk i regjistroj as pa. Është interesante, zoti Taravari, ju nuk thoni fjalë këqija për Zjadin Selen, ndërkohë nuk jeni kursyer për liderët e Jo Vlenit. publikisht, as privatisht, një shoku miku ju në përbashkët, le del se privatisht dikundin në një kafe Arbeni e ka shah Zjadinin, nuk ekziston. Gjithashtu A për liderët e Vlenit i kam kritiku, si kam ofenduar. sigurisht po. S'ka njëri le del një kryetar partie thotë se Arbeni ka Nuk thash që, ofenduar. domethënë, përdorni një fjalë të këqija, por në kuptimin që Nuk kam keni kritiku. kritika, keni pakënaqësi, keni revolt, nuk jeni i kënaqur me kapacitetin e përfaqësimit politik të Vlenit në qeveri, por sikur keni qenë i rezervuar edhe ndaj zotit Albin Kurti, edhe ndaj zotit Christian Mickoski dhe normalisht ndaj kryeministrit shqiptar Edi Rama, për shkak se gjatë hulumtimeve që bëja për intervistën me ju shfaqeni në shumë momente kruciale, thelbësore, vendimtare, kyçe për politikën shqiptare, shfaqeni në fotografi me shumë politikan eminent të rajonit. I përmenda disa prej tyre, e shkurtova pra pak hapësirën për fotografit. Pra, e thash që një ndër to është edhe Mickoski. Por kryeministri kishte besim tek ju dhe normalisht edhe ju tek ai, edhe pse ju jeni doktor, po e themi publikisht, kanë thënë shumë njerëz, e thonë qytetarët, jeni doktor shumë i mirë, kryeministri ju dëshiroi shëndet dhe tha se do ju takoj për të sublimuar rezultatet. Takimi u bë apo nuk ndodhi fare? Takimi Takimi i fundit ku Basi, jo. takimi Lamtomirës. Takim Si ajo i kënga. Lamtomirës me kafe nuk i kemi pas, Po. komunikim ka pas edhe mbas Se ajo kënga e dini, jetë ndarje ka. As që kam tentuar, as që ka tentuar, s'ka pas një farë komunikim nëpërmjet porosive ka pas, që është për festa apo për urime të caktuara, por komunikim as tendencë nga ana ime s'ka pas, sepse unë kam dalë prej asaj qeverie, dhe tash është e turpshme, pa kushte ose me një formatim tjetër të mendohet që të bashkëpunohet. Ne mund të bashkëpunojmë si parti opozit, nuk do të thotë se raportet ndërnjerëzore të kemi të këqija, por si opozit unë mendoj se Alianca për Shqiptarët edhe në parlament e bën punën e vet, bilesh më mirë se shumë parti tjera opozitare, dhe do ta mbajmë këtë derisa zotri Mickoski nuk e ndryshon qasjen ndaj asaj si i shef shqiptarët në këtë qytet. Nëse vazhdon të shohë si një strukturë marginale e cila është domosdoshmëri për t'i pas në qeveri, veç formalisht rrethin si kukulla, atëherë s'kemi arsye pse të takohemi të shifemi. Ne duhet të riorganizohemi edhe ta marrim përkrajin e qytetarëve shqiptar, prej atyre prej cilëve. Megjithatë, si mjek, besoj edhe ju i dëshironi shëndet. Absolut, shëndet edhe shumë suksese inshallah. Shëndet të plot kryeministrit vendit i uron Arben Taravari, lider i Aleancës për Shqiptarët, e cila sipas paralajmërimeve ka mundësi që në muajt e ardhshëm të quhet ndryshe, të ribrandohet, ndoshta do të jetë Aleanca Shqiptare, por kjo mbetet që të diskutohet dhe të vendoset në organet e partisë. Doktor, shumë faleminderit për këtë intervistë të parë timen në këtë sezon në Dialog të Lajm. Sefer, faleminderit për mundësinë, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju paralajmërojmë se do të shihemi së bashku të mërkurën e ardhshme në ora 18.